Zarf me dokumente sekrete nisur nga brendësia e objektit të komunës së Prishtinës përfundoi sot në zyrat e hetuesisë policore. Asamblistët e vetvendosjes dorëzuan një dosje të re e cila sipas tyre dëshmon një rrjet të mirëfill të legalizimeve të kundërligjshme në kryeqytet. Ky denoncim vjen në një kohë kur sektori i ndërtimit dhe urbanizmit në Prishtinë po përballet me kritika të vazhdueshme për mungesë transparence. Për opozitën komunale, alarmues është fakti se materialet janë siguruar nga një sinjalizues anonim i prezantuar si punëtor i brendshëm i administratës në komunë. Shefi i asamblistëve të vetvendosjes, Gëzim Sfeshla, sqaroi se dokumentet nuk janë thjesht pretendime, por përmbajnë emra konkret të zyrtarëve dhe bizneseve që dyshohet se kanë shkelur ligjin për përfitime financiare. Përmenden emrat të bizneseve, emrat të zyrtarëve dhe shkeljet ligjore që kanë ndodhur gjatë këtij procesit legalizimit. Siç e dini, legalizimi është i rregulluar me ligj në Kosovë, ndërkohë që objektet të cilat janë të legalizuara kanë deficite të ndryshme ligjore, duke filluar nga ato që një pjesë e tyre janë edhe në pronë publike. Por këto akuza kanë marrë një përgjigje të menjëhershme nga kreu kryeqytetit, i cili këto pretendime i vlerësoi si fabrikime politike. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, akuzoi opozitën komunale për krijem të skenareve që joshin vëmendjen e mediave. Ata i fabrikojnë, ja u dërgojnë vetës, masanej bojnë një konferencë për shtyp. Dhe më thonë, me këto gjona merren, gjona të kota. Me gjithë këtë, kjo nuk është hera parë që procesi legalizimeve në Prishtinë vihet në shënjestër të akuzave politike dhe hetimeve. Përplasja për procesin e legalizimeve thellon edhe me tej hendekun politik mes pushtetit lokal dhe opozitës në kryeqytet. Akuzat dhe kundërakuzat do të marrin epilog pas shqyrtimit të dosjes së dorëzuar në hetuesi, e cila pritet të përcaktojë nëse dokumentet e dorëzuara kanë bazë ligjore apo do të mbeten pjesë e akuzave të përditshme politike.